بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد ذلك تفرقا معصوما ولا تجعل معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Allahun, Zotin e gjithësisë, për çdo mirësi që e kemi e falenderojmë. Selamet tona, salavatat tona, më të bukrat, më të plotat, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij dhe shokët e tij dhe mbi të gjithë atyre që rrugën e tij kanë ndjekur dhe ndjekin pa hezitim dërgojmë. Lutim Allahun subhanahu wa taala që këtë takimin ton këtu sonte që jemi të bu të na bën për atyre që me laqet i vizitojnë e mëshira Allahut ata i kaplon dhe nga çdo gabim dhe nga çdo lëshim mbrohen nga ana Allahut subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër, në Kur'anin famulart, në 2 sura kaptina, Allahu subhanahu wa taala na tregon që festat që i bëjmë pas atyre 2 adhurimeve të mëdhaja që janë sikurse agjerimi i muajit të Ramazanit, po ashtu edhe tash që ka qenë një adhurim që secili prej neve e ka obligim një herë në jetën e tij me e bë. Allahu subhanahu wa taala na ka udhëzuar për një moral shumë të lartë. Ajo është falënderimi. Thot Allahu azza wa jall: "Walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Thot Allahu azza wa jall që ju ta plotësoni agjerimin e muajit të Ramazanit dhe ta madhëroni Allahun. Bëni tekbir. Këtë tekbirin që sot është kryer me namazin e iqindis, kohën e pas domethënë haxhit, po ashtu edhe në muajin e Ramazanit, synimi kryesor për çka bëjmë tekbir është shenjë falënderimi. Pra edhe një herë e falenderojmë Allahun azza wa jall, e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për atë që Allahu na ka udhëzuar, na ka lehtësuar që t'i kryjmë këta adhurimet në atë formën më të bukur. Andaj falënderimi vëllezër është një prej gjërave që e don shumë Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famulart: "Fadhkuruni adhkurukum", përmendemni mu, që t'ju përmendi unë juve. "Washkuruli wa la takfurun", e falenderomni e mos më mohoni. Andaj Allahu subhanahu wa taala ka tek çështjen e falënderimit, po që se kjo mungon, njeriu pa më e hetu, mrin deri atje me i mohu mirësitë e Allahut subhanahu wa taala. Jo shumë mirësi që i ka njeriu nuk i sheh si mirësi. Prandaj dhe nuk e sheh të nevojshme që me falënderu Allahun subhanahu wa taala. Lirin, shëndetin, pasurin, familjen, shoqërin, respektin, ta nuk i sheh si mirësi. Ai mendon se këta gjëra janë normale, që në fakt që këta gjëra ka shumë për njerëzve që ju mungojnë. Ju mungojnë vëllezër liria. Sot në botë vetëm, më thënë, këta 5-6 muajt e fundit vëllezër, në lindje, ma shumë se 2 milion njerëz i kanë hukë shtëpiat e tyre. Kanë shtëpia. Vetëm ju ka ardhur gjys ore para bombardimeve telefoni, dilni se pas gjys ore do t'ju bombardohet shtëpia. Nuk kanë me të as banesa sen, flejnë gratë, pleqet, plakat, me fëmijët e atyre në për rrugë, nuk kanë përgjigje se nesër ku do t'jenë. E kanë hub punën, e kanë hub lirinë, e kanë hub gjitha sendet i kanë hub vëllezër. A besoni që s'kan pas mundësi ndoshta edhe një jastuk me marr, një jastuk për shtëpive të tyre. Andaj, sonte vëllezër e kemi temën tonë për falënderimin,
Nga se falënderimi vëllezër, sikur se kanë thënë njerëzit, është ajo që ti siguron mirësi që i kje. Pra, nëse pyesim, si mund t'i sigurojmë dhe t'i ruajmë dhuntit që na ka dhënë Allahu Azza wa Jall, përgjigja është me falënderim. Tash, e bo vetë secili prej neve një kontroll vetes së tij, një pyetje. A jam falënderues? Si ta di unë? Ti si ta dish se a je falënderues për mirësitë e Allahut subhanahu wa taala? Ibn Qayyim rahimahullahu taala i ka cek 5 shenja. 5 shenja, po që se njeriu, dhe më thonë, i sheh këta shenja në veten e tij, është falënderues. Po që se mungon 1, 2, 3, sipas atyre edhe paksohet përgjigja jotja, emri jot si falënderues. Disa prej dietarëve tjerë i kanë shtuar edhe 5. E këta janë 10 prej shenjave që do t'i ndëgjojmë sonte vëllezër, po që se këta ne i kemi, i dim, i praktikojmë dhe ja mësojmë edhe fëmijëve tonë, jemi falënderues, inshallahu taala. Po që se këta nuk i praktikojmë hiç, atëherë ti mësojmë që në jetën tonë ti praktikojmë. Shenja e parë për falënderim vëllezër, shenja e parë është që njeriu në zemrën e tij ta ndin që këtë mirësi e kam prej Allahut subhanahu wa taala. Pra, nëse e kthim në pyetje, kur kanë ardhur mirësitë një nga një të mëdhaja të Allahut subhanahu wa taala në veten tënde personalisht ose në familjen tënde, a e ke ndi se që kjo është një mirësi që ta ka dërguar Allahu subhanahu wa taala që si ke pas, ose nuk e ke ndëgju? Kjo është çështja kryesore që është vëllezër. Që mirësi që e kemi ti ndinë se këta janë begadi që duhet me i pranu se janë prej Allahu subhanahu wa taala. Po që se e ke ndi, atëherë dije se kjo është një mirësi prej Allahut subhanahu wa taala. Kështu kanë qenë profetët. Kështu kanë qenë burrat e mirë, edhe historikisht, po edhe të ardhmen, gjithmonë dhe të ndigjoni njerëzit të cilët janë vizionar, njerëzit që kanë me të vërtet ambicje të mëdha, shpirt të mëdhej, ata e dinë se mirësitë janë prej Allahut subhanahu wa taala. Me të vërtet vëllezër, ku nuk thot unë, ja, alhamdulillah të falë Allahut, ku kemi qenë, edhe ku kemi mri. Tregohet në për librat e hutbeve, në për librat e vazeve, thot njëri, thot, kam qenë, thot, në vizit, thot e kam pa, thot, një njëri i verbët, i varfët, dhe me të meta, i verbët, i varfët edhe me të meta trupore. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Më lyps. Dhe t'i dhash para edhe ju afrova e pyta, për çka e falenderon Allahun Azza wa Jall? I diçka të më tregojsh. Unë thët, jam të e pa në syja, i thëmë shef. Jam të e pa trupin, thët. Njëri me të meta. Jam të e pa gjendjen i varfët. Tha, e falenderoj Allahun Azza wa Jall për këtë thët që im ka mbrojt, për kësaj sprovës që im ka mbrojt me cilën jo më sprovu, thët, shumica e njerëzve. Çfarë sprove, thët, jo më sprovu shumica e njerëzve. Thët, e falenderoj, thët, Allahun subhanahu wa taala, që Allahu ma ka dhonë një gojë ta falenderoj për mirësitë që mi ka dhonë. Shumica e njerëzve nuk ka falenderojnë Allahun. E kundërta vëllezër, sikurse cakja dhe në fillim, kur njerëzit nuk e përdorin falenderimin, vinë me një gjendje, të vinë shejtani që ti edhe ata mirësitë vetë me gojën tonë dhe me i mallku. Wallahi vëllezër, ka njerëz që Allahu i ka dhonë me vite, evlat, shëndosh, i ka dhonë pasuri, i ka dhonë krejt të mirat. Vinë fundin e jetës, ankohet, fillon pastaj edhe me i mallku evladin, me i mallku pasurin, me i mallku veten e tij. I lutet Allahut, ja Rab, thot merr ma shpirtin, ja Rab, thot merr ma shëndetin, e kjo për
Nga vjen kjo vëllezër, se nuk e ka pranu njëru me zemrën e tij sinqerisht që elhamdulillah këta mirësi nuk janë aftësia jeme. Nuk është se unë kam pas sistem, kam pas disiplinë. Jo, Allahu ta ka dhënë evladin e hajrit. Allahu ta ka dhënë nusën dëgjueshme që të ka shërby. Nuk ka qitë probleme këtu atje. Allahu subhanahu wa taala ta ka dhënë, ti ka dhënë rreth shoqërinë çka i ki, punëtor çka i ki që nuk kanë tradhtu, nuk kanë bë, si thon lajka. Kjo është një mirësi. Andaj kjo është çështja e parë vëllezër që njeriu ta heton zemrën e tij, elhamdulillah, punën që e kam, shtëpinë që e kam, familjen që e kam, janë mirësi e madhe të Allahut subhanahu wa taala. Çështja e dytë vëllezër, shenja e dytë, po që seja prej atyre që nuk i haron, po me vazhdimsi për kujton këta mirësi, shtëpinë e kujton se ku ke jetu, fillim kur ka ardhur në Gjermani, tash ku je. Veturën të kujtohet se në fillim as bicikëll nuk e pas. Biciklet nuk e pas. Tash elhamdulillah ki e veturë. Falenderojnë Allahun azza wa jall me zemrën tënde, një ku kam qenë. Edhe kjo shumë është me rëndësi vëllezër, që edhe fëmijëve më ja tregu edhe me gojë, edhe bashkëshortes, me i çudën janë për lagjet ku keni jetu, që ta shohin se ku ata që ta shohin të jetu. Besoni vëllezër, kjo është një mirësi e madhe. Se po që se këtë nuk e praktikojmë, arrim me një gjendje vëllezër, subhanallah, shumë vind keq atëherë evladi kur ta bojmë pyetjen, se çka ke arriti në jetën tënde? Çka ke boti? Dikush të ta ka kaluti. Subhanallah. Nuk ka më keq vëllezër se sa kur vin me një gjendje dikush mas shumë mundimeve, mas shumë durimeve, të parat që të mahojnë mirësit me qenë evladi jot. Andaj, mirësit du të me i cek me kufi, jo që me i bezdis fëmijët, po vetëm ta dina se shive. Ne kina ardhur deri këtu, kjo është një mirësi e Allahut, mirë po prej ku kina ardhur? Njerëzit që nuk ja kanë ditë falënderim, për falënderim Allahut subhanahu wa taala lirin, e kanë hub lirin. E kanë hub lirin vëllezër. Janë detyruar që më largu prej vatanit të tyre. Allahu azza wa jall e ka lavdëruar Nuhin alayhis salam. Dhe ka thonë, fe idha stawajte ente wa man ma'aka ala al-fulk, fekul alhamdulillah. Kur ti bashkë me ata besimtarët që i kin anije, kur ma të fillon anija me hec, thuaj alhamdulillah. Allahu azza wa jall pastaj ma thonë, e ka cilësu innehu kana abden shakura, ka qenë falenderus. Edhe për Allahun azza wa jall që ka falenderu, pa edhe secilin për atyre që ka bo diçka të mirë, me njëra ka falenderu. Kanë thonë dietarët, Nuhi alayhis salam e ka falenderu me vazhdimsi Allahun azza wa jall në 4 raste, me vazhdimsi. Kur ka hëngër bukë, ka falenderu Allahun. Ai që ja ka pru bukën, ja ka përgatit bukën, e ka falenderu. E dyta vëllezër, kur ka pi ujë, ose dikush ja ka pru ujtin, e ka falenderu. Kur ka vesh, ka falenderu Allahun, por nëse dikush ja ka dhuru diçka, e ka falenderu. Njëjtë edhe kur ka hip në anije, ose kur ka hip gjëra që i ka pas, i ka përdor për transport, për me lëviz, e ka falenderu Allahun azza wa jall. E kjo është vëllezër, falenderimi është cilësi, mirësi që Allahu subhanahu wa taala diku t'i jep në gojën e tij, di me i shpreh vëllezër. Grada më e lartë e falenderimit vëllezër është që njeriu kur t'i vini një mirësi e madhe, çka me bë? Me i ra Allahut në sejdë. Sejdë të shukër. Diçka që të vjen ti, një mirësi, që si ka ardhur kërkujt, prindet e tu se kam pas një mirësi, kur ti të vinë për herën e parë, edhe ti e din se ti i pari ndoshta në atë familje që e gëzon këtë mirësi, ose për herën e parë të vinë një mirësi e madhe në jetën tënde, pyete veten tënde, e ke rënë sejdë Allahut azza wa jall? Herën e parë kur je bë bab, për herën e parë kur je bë me fakultet, rrogën e parë që e ke marrë, veturën e parë që e ke marrë që të ka gëzu 0-0, kur je martu, je bë sejdë Allahut subhanahu wa taala. Ta sejdë vëllezër ku nuk harohen. Abdulrahman ibn Auf, një prej sahabëve që është përguzuar me xhennet.
Një ditë prej ditëve e shoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është duke ecë. Tha do ta ndjeki pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ta shohi thot se si e kalon në vetmi kohën e tij. Thot hyni thot në një vend që ka qenë prej vendeve të rrethuar që muslimanët e kalon vakuf, sadaka. Unë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk më sheh thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që jam duke ndjek. Thot e ra thot se sejdë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur ra thot në sejdë, atë që e zgjati sejdën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u friga. Mendova se vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndina shpirtin tem se e shtoj shpirti. Kur u çu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju afrova dhe u ula pranë tij. Tha kush është? Tha Shem Abdurrahmani. Ja Rasulullah thot, u friga për ti. Shumë thot u mërzita. Mendova thash se vdiqen sejdë. Ka ardhur prej Allahut urdhni që këtu është momenti, ka ardhur e vendi ku do të me dërzu shpirtin. Atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, më erdhi thot Gjibraili alayhis salam e më përgozoi. Më përgozoi thot me diçka që Allahu subhanahu wa taala më ka veçu. Dhe i ka thonë Gjibrailit alayhis salam Allahu azza wa jall thuaj të dashmit tim Muhammedit sallallahu alaihi wasallam se ai i cili do të çon salavate mbi teje një herë, unë mbi të do t'i çoj 10 herë salavate. E kush i çon atij selam, unë kam i çu atij selam. Allahu akbar. Një njeri nuk ka kusht kur ta përcjellësh haxhin edhe umrexhin me shkuën Mekë me i thonë çoj selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e çoj salavate pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse nuk ka kusht vëllezër? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se Allahu ka me laçën tokë që kush më dërgon thot salavat, ai meleku thot e regjistron thot e bin Medinë. Hadithi është sahih, sunan Abi Davud është. Nuk ka nevojë që personi ta ka çu meleku para se me të çu hoxha edhe haxhia në Medinë selamin, edhe salavatin ta ka çu meleku në Medinë salavatin. Andaj, çka thot sahabiu? Thot Abdurrahman ibn Aufi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi dhe tha, kur e pash thot e dëgjova thot këtë mirësi të madhe që Allahu më ka bërë që këtë nderim që se ka pas asnjë prej profetëve, thot me njëherë thot i rash sejdë Allahu subhanahu wa taala sejdë falënderimi. E kjo është e kulmi i falënderimit vëllezër. Kur të vinë një mirësi e madhe, je një vend edhe shkojnë sejdë thot ja Rab, ti t'jofshin fal, ti të takon falënderimi për këtë mirësi që më ka dhënë. Kështu kanë qenë vëllezër dhe profetët Sulejmani alayhis salam, Davudi alayhis salam, që është përmend për ata që, domethënë kur ju ka ardhur një mirësi e madhe, i kanë rënë sejdë Allahut subhanahu wa taala. E katërta vëllezër është që njeriu atë mirësi që ta ka dhënë Allahu subhanahu wa taala ta përdorish për hir të Allahut azza wa jall. Po që se është një mirësi që dikush vjen edhe të përgozon për atë mirësi, është mirë që në pjesë të asaj mirësisë me e dhon atij personit, ose me i dhon një dhuratë. Thuhet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka lindur fëmia, ai që ja ka dhënë myshden, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë dhuratë. Njëri prej sahabëve vëllezër ka kaluar me një sprov shumë të rëndë. Ka emrin Ka'b ibn Malik. E bën një gabim. 50 ditë nuk i fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E bën një gabim, një mëkat, një lëshim që nuk ka dash me e bo, me një kohë që nuk është dash me e bo. Ka pas shumë nevojë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe sahabët kanë pas nevojë për atë që ai me qenë prezent me ata. Mirë po sahabiu thot, unë thot neglizhenca. Kjo është vëllezër ndonjëherë në davet. Dikush mos mendon se i ndihmon hoxhës, se kjo ndodhen ndonjëherë. Jo vëllezër, ndonjëherë kur hoxha i kërkon dikujt një ndihmë, wallahi nuk e kërkon për vetveten e tij personalisht. Por kërkon me ndihmu dikund ku është Islami, se kam ndigju pa edhe kam përjetu vëllezër. Ndonjëherë dikund kur e përkujton dikujt me dhon sadaka,
merr inati. Ti ndoshta do ta ndihmosh për kurbanin e tij ose dhe një punë të hajrit me bë, që Allahu ta ka mundsuar me e bë, e dikush mendon se hoxha e kërkon për veten e tij personalisht, po bile ndoshta edhe qorton hoxhën, ndoshta edhe mrolet. E kundërta vëllezër. Me bë që është në pyetje diçka për firmën e tij. Lije që personi që ka ardhur e falenderon, po edhe bakshish i jep. Po xhallar nuk kërkojmë bakshish për atë që ta mëson diçka të mirë. Mirë po, nëse nuk ja falenderon bare ose në çmo. Se kjo ndodhën vëllezër. Wallahi, besoni vëllezër, një shërbim që ja bën kryesia e xhamisë, xhamatit, ose hoxha që e bën, ose dikush pi vëllezërve. A dini vëllezër se jashtë asaj ti që e ke bën, një kurban që e ke paguajt, atë rrugën që ka me shku aj, kohën që ka me shku, lodhjen që ka me shku, ti se ke paguajt. Unë e dje kam fol me disa vëllezër, parafërsisht ka qenë ora 11:40. Kalon diçka mangu prej punëve të tyre që me shku me e kry këtë emanet të çështja e kurbanave. Andaj, kjo shumë është me rëndësi. Kthehemi prapë te sahabiu. Pas 50 ditëve vëllezër, zbret ajeti, Allahu subhanahu wa taala zbret shpallje që e ka fal këtë sahab. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam del në xhami edhe i tregon sahabëve para namazit sabahut. Ka pas prej sahabëve që kanë qenë zgjut, janë çu herët, kanë qenë te xhamia, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i tregon? Njëri prej sahabëve i hipën kalit me shku me i tregu. Ai tjetri çka bën vëllezër, vetëm hipën që ka pas apte pranë xhamis një kodër edhe prej atij edhe vërtet. O çap thot. Mysh dhe për ti me një ditë që se ke pas më të mirë prej kur të kalim thot nana në këtë dynja. Allahu të ka fal. Thot Kabi thot kam qenë thot mbi shtëpinë time. Kur e kam dëgju thot këtë zonin që ka ardhur para se ma ardh ai kalorsi ma shpejtësi, thot jom nis për te xhamia. Kur kam ardhur thot kanë qenë njerëzit të gëzuar shumë. Mirë po, nuk do t'ja harroj thot kujt, nuk do t'ja harroj atij thot që ma ka qu lajmin thot me zonën e tij, edhe kur kam hi te xhamia thot i pari thot që ka përqafu edhe më ka oru. Ai ka qenë kush ka qenë Talha ibn Ubaydillah. Thot o çun kom edhe ka përqafu prap ka thon lum për ty ka thon mysh dhe për ti me një ditë që nuk e ka pas ditë më të mirë prej asaj ditës që të ka lind nona. Thot kur nuk do t'ja harroj Talhas këtë mirësi, thot i kam pas thot vetëm një paltesha, që ata thot ja kam dhënë dhurat kujt Talhas. Ku është ajo? Kur dikush ta bini lajm të mirë, që jetën tonë do shta e ke prit shumë, mos e kthe bosh. Jepja një dhurat. Për shembull dikush do shta pret jetën e tij me u feju me dëni vajs, si japin, e dikush vini ose mësyti ose dikush tjetër, jap një lajm, kupton. Tene më para kanë qenë këta sende kanë kushtu shumë, për shembull daja, afrimi këta e dinë, kupton, ai që e ka pru peshkirin, ka monja 500 marka. Minimumi, do shta edhe ma shumë. Kalëm, do shta me shpejtësin në pika tjera, e pesta vlezër është njëru prej shenjeve të falenderimit është që kur ta kisht një mirësi prej Allahu subhanahu wa ta'ala që mos jesh mendje math me atë që e gëzon. Autoritetin tënd, e vladin tënd, shtëpinë tënde, veturën tënde, atëherë kur njerëzit të lavdrojnë, ule kokën. Uli syt, thuaj elhamdulillah, kjo është mirësi për Allahu azza wa jall. Se shumë ka në tokë vëllezër që në momentin që i vin një mirësi edhe mëkamet nuk i presin tokë, nuk i prekin tokë. Po që se ka qenë një njëri që ka fitu post, ka hip me një post, ka një fillim edhe ka një mbarim, ma nuk shkon ata vende ku ka shku, i ka shku shoqënia. Shkabim. Po që se është një njëri që ka fitu një pasuri me një herë, është ngrit nalt. I haron të varfërit, bile edhe familjarët nuk do me i taku se ata kanë me që ati ku kanë qenë. Nuk bon vëllezër. Thuhet me gjashu i ka thirë që i ka pas ata vezirat e vetë, ministrat e vetë, dhe ju ka dhonë një myshde
me atë që ja ka qu selamin se jam i gëzuar sot, hajdeni se dona me falenderu, me bëni falenderim, kur kanë ardhur e kanë pa me kokën ulët. Edhe dikush e ka pyet, ka thonë, o mbret, ka thonë, a nuk na çove, ka thonë, neve selamin se që ke sot i gëzuar për një mirësi që të ka ardhur, ne çojmë, ka thonë, ti kokën të poshtë e ki. Thot, po, thot, jam i gëzuar, por thot, unë kam lexu dhe kam dëgju se Allahu Azza wa Jall i ka shpall Isaut alayhis salam, birit të Mërjemes, kur të ta jep një mirësi, pritë atë me për ulësi, që ta plotsoj edhe ma shumë mbi te. Një mirësi kur t'vin prej Allahu subhanahu wa taala, ata çaste mos të merr mendje madhësia. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka hyrë në Mekë, në çastet e para, hadithi është Sahih Buhari dhe Muslim, thot Enes ibn Maliku, si një djalosh i ri që ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot kur kina hi hadith thot Mekë, në atë qytet që i kanë dëbu sahabët edhe pejgamberin e se më kanë dalë shehu razi kanë dalë, thët nuk ka hi pejgamberin e se duke umbur, jo, e ka urë thët kokën e ti mbi deven që ka qenë. Ka hi me përkullje, me medostin, në kulmin e medostis. Kështu e donë Allahu subhanu wa ta'ala dhe kjo është një shenjë falenderimi. E gjashta vlezër, e ki një mirësin, të badhe, ki autoritet, ki oratori, ki pasuri, pyte vetën tënde, këta sa her i përdor në gjërat që i donë Allahu subhanu wa ta'ala. Po që se i ke përdor, atër dije se Allahu ka me t'i shtu. Një prej sahabëve vlezër, e ka pas emnin Thumamet ibn Athal. Këni njëri vlezër ka qenë larkë prej Mekës 500-600 kilometra. Prej vendit këti ju kanë erdhë Mekasve vlezër, ju kanë ardhë gruni. Ushqimi, bukën që e bëjnë. Kër e pranon islamin vlezër, e përdorën autoritetin e vetë, Aleikum salam. Autoritetin e tij e ka përdor për çka? Për me ja lehtësu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabëve për embargon edhe kërcënimet që e kanë bërë këta. Thumamet ibn Athal e ka përdor autoritetin e tij. Tash neve vëllezër, si një pyetje, sa herë ke përdor ti autoritetin tënd? Autoritetin tënd, oratorin tënde, famën tënde që me mbrojt islamin dhe muslimanët. Sa herë? Sa herë ke përdor veturën tënde që me e kallë një ditë veturën nuk e ka kallë për vetë se fise bilila me shku me bode kënd vizit ose me shku me boda vetë. Për motrat tona, që Allah i ka gëzu me shpijat mira, sa herë i ke hap dyert e shpis, ke përgadit ushqim, vetëm me i thirë motrat për hirtë Allah subhanu wa ta'ala. Jo vëllezër, shumë është me rëndësi. Sikur se thash, po që se këta mirësi nuk i përdorin për hirtë Allahut azza wa jall, vin me një kohë i mohon këta mirësit, nuk duken si të mira, derisa ti hupish. Kur ti hupish ma nuk të kthehen. Kujtohet vëllezër, vitin 2001, kanë qenë disa motra muslimane, me shamia të mbuluara vëllezër, i kanë pengu mos me shku në shkollë. Nuk i kanë pengu të tjerët, krishterët. I kanë pengu disa që kanë emrat musliman, mirë po që i leftojnë islamin. Nuk i kanë lëshu me hinë shkollë, se janë me shamia. Jo kur kanë do të vëllezër në vitin 2001. Njëni prej trimave që ka qenë prej komandanteve të UÇK-s. Edhe i hinë drejtorit e zyra, thët ka marrë me pi kafe. Thët ata janë thët motrat e mia, me që ka që u kry puna vëllezër. Kur më në atë shkollë nuk janë pengu vajzat muslimane që me hi me shami. E ka përdor autoritetin e ti vetëm që mu zbatu drejtësia. Shenja e 8 vëllezër, e cekëm që njëru me e fol mirësin, duke se e cekëm, o emma bi ni'meti rabbike fe haddith, folit mirën që Allahu ta ka dhonë. Mirë për kujdes. Po që se je pranë një njëri që është i sprovu më shëndetin e ti, mos fol për shëndetin. Mos e prek muskulin. Me thonë se je i fort. Po që se je pranë
dhe një motrës, oj motër që është e sprovume që së është bë non, mos fol se fëmijët i kje shumë të dëgjushëm edhe i jenë më shëndet. Jo, jo. Po që se je pranë dikuj që e ka hu pasurin, edhe kjo ndodhën vlezër, mos fol për biznis. Është provume mentalisht. Kjo është prej gabimeve vlezër të mëdhaja që i bohen ku, shkojnë me e vizitu një njëri që e ka hup shëndetin ose ka kalu një operacion shumë të madh, fillojnë këta me fol njerë për smundjet, pastaj dalin të darsmat, si kanë kalu me për darsma. A e dini se si ndëgjohet një person që e ka hup shëndetin? Kjo është prej gabimeve që ndodhin. E nënta vlezër është që atë mirësi, jo vetëm me gojë dhe me zemër, po ashtu me e përdor ku? Me e përdor në të mira. Qifni për shemëll vlezër, ne e kina për shemëll punën e kujt ta shtyllat, 5 shtyllat e islamit. Për shembull, zeqatin, dhënia e zeqatit, çka do të thonë? Që atë mirësi që ta ka dhënë Allahu te e përdor ku? Jo vetëm me gojë, e përdor diku të hajrit. Haxhin. Njëri çka bën një pjesë të ymrit të tij, shenjë falënderimi çka bën? E investon me shku në shtëpitë Allahut subhanahu wa taala. Agjerimi për shembull, shëndetin që ta ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, e investon ku? Duke u qu urdhin e Allahut në vend, me për nga ana tjetër, sikur se ta përkujton agjerimi, varfëninë dhe gjendjen e të varfërve, nuk ka diçka që ta përkujton. Dhe e fundit vlezër është që njeriu gjithmonë me i fol vetvetes, edhe me gojë, me përkujtu vetveten që me qenë i kënaqet me çka mirësi që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Gjithmonë kur ta hetojsh veten tënde që ke mangësi në falënderim, ose familja fillojnë ankohen, nuk ju pëlqen shtëpia, nuk ju pëlqen kushtet që ka i ki, atëherë praktikonja ilaçin profetik për monotonin, për mos falenderimin, duke shku më i vizitu lagjet dhe shtëpit e njerëzve të cilët janë të varfur. Mere veten tënde, po që se nuk e falenderën për shëndetin, edhe shko vizitojnë spital njerëzit që kanë problemet mëdhaja. Po që se familja fillojnë ankohen, nuk ju pëlqen shtëpia, nuk ju pëlqen ata ndeje që ka e kini ulset e këtë atë, shkoni ke një shtëpi që s'kan as ulse nuk kanë. Që kjo është ilaçi profetik vëllezër, që me i përdor. Këtë e kam përdor kush vëllezër? E kam përdor dietarët e mëdhej, edhe sot e kësaj dite i përdorin. Ata hotela që ka janë Mekke vëllezër dhe Medine, pronarët e atyre hotelave nga ndonjëherë vëllezër çka bëjnë? I marrin fëmijët e tyre, bashkëshortet e tyre, edhe dalin nga ndonjëherë në shkretir, ku nuk ka asnjë kusht jetesës, edhe vetëm çka, edhe njëherë me i kthy që ati që ta dine se shenjë falenderimi. Sot kemi, po nesër ka mundësi që nuk kemi. Edhe kjo është një prej gjendjeve vëllezër që ndodhin apo shtëpiat tona. Atëherë si më i shëru, nuk ka doktor që të shëron këta. Veti du ta dish metodën, ta praktikosh këtë ilaçin profetik që dhe njëherë i merr me evladin tënd, shkon çon sadakaja, jo me filanin dhe me fallanin, me familjen tënde, ke me pas se sa ka me pas efekt. Fundi vëllezër, sa minuta kalun? Shumë edhe 22 minuta, unë me këtë e përfundoj, se besoj ndoshta na pret diçka atje. Vëllezërit pas lodhjes kanë nevojë që pak edhe të relaksohen. Pa të regoj vëllezër një sen që ka ndodhur me një xhami, sikur se në ndejen tonë, kështu që jemi në ligjerat. Tregon një hoç, thot, duke mbajtur thot ligjerat, e shoh thot dikush thot me kri i thot xhamit. Thash njërit për nxënësve, shko shife se çka ka ki, çka i bi, thot me kri, thot i bi xhamit për jashtë. Thot shkoj thot, këtë çka e dërgova, kur erdhi thot qante. Pas ligjeratës, e pyeta çka ndodhi, tha hoqë thot, mos më pyet. I thash tregom kush ishte ai. Thot, kur dola, ishte një njeri, thot, duke është e thot në ftyrë, thot që ishte njeri i mirë. Tha, unë tha, jam i huj, nuk jam i këtyre vendeve, a ka mundësi, tha, të më ndihmosh, tha, du të marr thot abdes.
I thash, hajde me mu, e qova thot të vendi ku është për me marr abdes, ta kam nevojë thot me del thot në vitore. E afrova thash që këtu jenë thot në vitore, ta vetëm pak prit thot mos u largo. Pastaj thot mi buni thot krahat kështu, të di dur thot nuk i kishte. Të di dur thot nuk i kishte. Tha, birim tha, fal tha që të tham edhe mu skuq tha, ju skuq tha ftyra, unë tha nuk kam mundësi tha. Nuk kam mundësi tha, ka ishin tha me liru. A ka mundësi tha, vetëm ka ishin tha të ma lirysh. Merë tha shumë rëndë. Tha hini tha personi, mrenda unë tha e prita jashtë. Dul tha si dul qashtu, unë tha prap e rregullova tha teshat. Pastaj tha, kur ja bona tha kështu, ja shifsha durat që si ka të di durat. Kuptova se sa e kina na mirësi të Allahut Azza wa Jall që i kina, mi pa kur nuk shkon mendja me i falenderu. Kur nuk shkon mendja me i falenderu. Tha i shifsha durët, subhanallah, se si dukeshin, më thënë, di krah pa di dur. Tha, hoq tha, du të me fol për falenderimin. E kështu është vëllezër. Falenderimin është që një lloj ibadeti jashtë xhamisë, që du të me përdor. Hamdin xhami, elhamdulillahi rabbil alamin. Sa herë cekim ditë vëllezër elhamdulillahin? Bi 40 herë, me gjithë sunnetet që i falim. Më thënë, 19 farza i kina, e lexojmë elhamdulillahin. Pastaj vin sunnetet, pastaj vin vitri. Bi 40 herë e thëjmë elhamdulillahin. Mirë po, sa herë thëjmë shykrin, jashtë e thëjmë, du të me thonë, elhamdulillah, falë Allahu Azza wa Jall. Sfunti, waloj porosi, se na kalon porosi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk është falenderimi vetëm me falenderu Allahun Azza wa Jall, por me falenderu se cilin njeri që ta bën një mirësi. Besoni vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që nuk i falenderon njerëzit, nuk i thot falenderit, nuk e ka falenderu Allahun Azza wa Jall. Unë në fillim se bona, po tash va bëj. Ju falenderoj zemërsisht për këtë që keni ardhur ligjërat. Lusë Allahun subhanahu wa taala që ymrin t'ja bekon, të mirë t'u ashton, pasurinë t'u ashton, bereqetin t'u ashton pasuritë e juaj. Ka të shkoni Allahu të hajrit ju bën, yrnek ju bën. Lusë Allahun subhanahu wa taala për këtë kohë që investoni, për këtë mund, për këtë durim që e tregoni se është dita e 6 e punës është. Unë va kam parasysh vëllezër, wallahi va kam parasysh. Allah që ju shpërblen juve, edhe evladën që i sillni, edhe kjo shumë është për rëndësi vëllezër. Ndonjëherë në për këta ligjërata, sa në diçka po ndoshta s'dim mënyrën se si më e thon falim familjes, si më e thon fëmijëve evladit, andaj më e mirë është me i sill edhe evladin ku me i sill në ligjërat. Bonja për hir të Allahut Azza wa Jall. Ditën e shtunë mos shkoni musafir. Po hikni më shpejt derisa nuk ju ka ardhur dikush musafir që prezantonin ligjërat. Mirë po, bëni falenderus. Kur dilni për ligjëratës, falenderoni fëmijët, falenderoni bashkëshortën që kanë ardhur. Allah e shpëleft të gjithëve. Inshallah vazhdojmë javën tjetër bi idhnillah me ligjëratat me radhë që i kemi. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.